Jemi në Shkodër, në shtëpinë e zonjës File Kola. Kemi ardhur ta intervistojmë lidhur me punimin e xhubletave, që është e vetmja në Shqipëri që vazhdon të bëjë xhubleta me materiale të cilat nuk gjinden diku tjetër, dhe unë sot kam veshur xhubletën që kjo e ka trashëguar nga stërgjyshja e vet. Dhe kjo xhublet i ka 280 vjet. Tani do ta vazhdojmë bisedën me zonjën File Kola. Zonja File, mirë se ju gjetëm dhe faleminderit që e ndatë kohën të jeni me ne sot. Mirë se keni ardhur. Ju faleminderit ju që keni ardhur në shtëpinë tonë. Koha ne na mjafton për kështu gjithë. Ju faleminderit shumë për një marrë rrugë gjatë, jeni lodh, na kem kënaqësi. Edhe kënaqësia është edhe jonë. Shumë faleminderit. Zonja File, ju jeni antare e UNESCO-s dhe keni kontribuar shumë që të bëhet, që të pranohet nga UNESCO xhubleta që është 4000 vjeçare. Si vazhdoi rruga jote derisa u pranua xhubleta në UNESCO? Unë jam diverse xhubletës. Jo pse jam botash, po unë kam punë trashëguar që shpërndan, ajshës, tezës, edhe që. E kena pas trashëgimin, dhe më thonë shtëpia jonë është një për punëtore shumë gjithë herë. Tras asajna, jam unë vetë që mos t'ja u la bosh punën e tyne, të trashëgoj edhe vetë të ato. Kam punoj tash 36 vjetë, që është para, po, punoj edhe ka Herford. Unë kam punoj gjithmonë, unë kam punoj që është e vogël, unë kam bërë spikun që është 6-7 vjetë, 6-7 vjetë që kam bërë spikun të nana eme, me nanën. E në roshem me qëllim që ajo të letësoj puna asaj në i pjesë, kanë kellë shumë punë vështira për to. Punë vështira dhe janë kërku shumë në atë kohë. Ja. Se cila gru, nuse, vajzë e ka veshur apo jo? Në zonë majësisë, sidomos në zonë e Kelmenit, që përbat për 13 katoneve, vetëm xhubleta është vesh. Edhe sot, edhe kur martohen, nuk del kush në vel, na i njohin pak velat. Nuk i veshin, nuk dalin me vel. Kja është vesha ma e bukur. Ku ka ma bukur se ta kesh këtë veshje veshën që i ke veshën dhe kiq? Jo pësa është e emja, më përqen mua. Okej, përqen që fuj. Kush e ka punuar këtë para 280 vjetëve? Këtë e ka punuar në ndaja eme. E qojtën Hanka Qelja. Ka kanë bi 3 shikë, rimalizim. Ashtë martuar në Kelmen. Nana eme kur është martuar, ka dalë nuse me këta. Me këta? Jena 4 motra, naftë. Edhe kena dalë nuse 4 motra, plus kena bon xhubletat këqia. Këqia në kuprimin e fjallës, se kjo a kanë xhubleta ma e mirë. Ma e mirë asaj kohë. Ma e mirë, a kanë me dallime në atë kohë. Ka kanë xhubleta e mirë, ka kanë pas mirë që e ke vesh kur ka ardhemi ka diçka, ka kanë dhaja tjetra që e ke vesh për çdo ditë për punë. Do më thonë 3 lloja xhubleta. 3 lloja xhubleta. Munesh me pasit edhe 10 xhubleta. Unë për vetin kam qit 9 xhubleta kur jam martuar. 9? Po pasha zotën, 9 xhubleta. Duke i vetja shumë e bukur. Nuk isha e bukur me pa, po kam marrë pjesë, thash por shumë aktivitete. Shumë aktivitete. Si dhe puna që u antarësove në UNESCO dhe cili është kontributi juaj që dhatë? Kontributi jam me të holla s'ka kanë kur, vetëm me punë me dijen teme. Po. Kur e mora vesh se po japin ma rëndësi xhubletës. Ne kena la rëndësi bëllë si zonë, si zonë e Kelmenit. Na thash që ala nuk ka shpi që se ka i xhublet mrenë. Ala nëse dalin me xhubleta. Ala kudo që shkojnë veshin xhubletën për modu, ma bukur. Përsa i përket kësajna, kjo ka shumë me folë. E unë nuk di të flasë sa duhet për ta. Ka shumë, leqi ka shumë vlera, por çdo dizej me saj, ashtë të quajt për qa është ba. Kena të qarapte, kena të postavaj, kena ato që nisën atë, ka pas për qa e banë këtë sëj stimulit, për qa e banë këtë sëj qepjet, ku i ja përshtat. Janë simbolet edhe motivet e veçanta. Shumë veçanta. Në qëndisje. Shumë veçanta. Për shembull, kjo që kam veshur unë, këto gërshër për shka kanë shërbim? Ato gërshant janë, ato quhen mash. Mash? Mash. Edhe nodën e burrave, ajo nusja shpis, që ka kanë mareja, u ka nes dohanin, burrave të shpis me këtë formë. Pra, ka marrë gase e dohanit këtu,
edhe i ka majt dorën poshtë. Ju ka lezë thanë burrave cigaret e duhanit, me dorë poshtë, nëse goca ka randorë, është janë përtur për hek për dorë, por e ka majt gacën e zjarmit të ndorë të sill dorën një kështu. Edhe që kanë krytan burrat. Kur kanë krytan lezjen e cigareve, e ka të rritë gacën aty ku ka pas zjarë. Dhe i është djeg dora. Ka nejtë të sjellë shto që mos të djegët shumë, dhe me thënë mos të djegët po të sjellë që ta kapin ka pak në çdo vend në dorës. A ka detyruar me majt gacën në dorë. Se me patreta kanë tonë. A kënë Po, e treti nuk sjell gacën e zjarmit. zakone shumë të vështira faktikisht. Është shumë vështira janë kanë, po është ka kanë koha, ato janë kanë shumë bukura. Ta, e ke përjetu? Po, tjetër. Po. Edhe ju kur jeni bën nuse Ma jam martuar që është 72-shin, unë tha që martu me gjubletë, me kallë gjallet, e se që është kanë koha në atë kohë. Shumë bukur. Për zotën, shumë bukur. Po si se kam përjetu, jam 73 vjeqe, jam shumë e vjetër. Pavarësisht se më duhet me punua, më duhet me kanë më aktive se edhe kam moshën. Si erdhi puna që ju të bëni antare e UNESCO-s? Për djebërës e gjubletës nuk ishte tjetër. Pra, i kanë i kanë rujt, i kanë të rujtuna, po me i punua vetë si ka punua për shtjebën. Po sot përveç teje, Sot nuk e bajnë gjubletën si që bajnë gjubleta. Jemi tojre, i bajnë me basme, i bajnë të ndryshme. Po gjubleta për me nejnë kam vetë. do më thënë nuk ka më materiale si që kishte dikur. Nuk ka, jo të ralla. Asnjëherë s'ka, as kërkun s'ka, as të ju nuk ka. A që urë zhgun, është bo me vajanic. A kanë një si punë e mullinit, por me qekiqa drunit. Në vend të aty ku ka ra misri me blua mullini, aty i ka bo 2 qekiqa drunit. Edhe këta qekiqat me anë ujt, që i ka ra ujt si mullinit, këta qekiqat kanë shku të sill copën. A ba copa me vek, me të zjama, edhe është fut aty. Ata qekiqat e kanë rrah të sill, edhe është ba zhgun shumë i trash si që kam edhe vetë aty. Do më thënë vetë është bërë edhe zhguni në atë kohë. Në atë kohë po. Do me thënë, prej 0 e në Malëzi, mrapa një karbon dhe në Malëzi 2 vajanica, po prej 0 e Malëzi, e krejt zona e Malëzis Molle, ka kanë një vajanicë në Tamare, me ujt e cemit. Me ujt cemit që i borën atje. Edhe aty kanë ardhë qysh prej Ulqinit me rrah tirkun i ka dhënë, me rrah tirkun për me ba trash. Tirku është bo edhe tirësit e burrave, edhe gjamadanat, edhe guberet, ato që i kanë bajt burrat, qobate, edhe po qoban se ata janë kanë të përditshme për ta. Kërejt. Sot nuk merret askush me këtë punë, a? Jo. Jo. Për originalet, në sot nuk jam shtetë kërkush tjetër në përreshtë e me. Pra jam mënu me i për tëra, jam mënu që mos dal jashtë tyne. Pra, kam spikun, kam koshin e spikut këtu, që nuk e banë kërkush, as të ju, as të na, as në Shqipni përkun. Sa ko ju merë gjubleta sot që ta punoni? Me ta thonë të vërtetër, nuk po me zhvillë vojës, me ba një gjublete me tim, nga shkon një muaj. Sot, që i pojme me tim na, se dikur kanë batë 5-6 muaj, se ba një gjublet të vërët. Po thoni vazhdimisht se gjubleta nuk bëhet pa këtë spikun, si Jo. bëhet kjo? Spiku merret të lesh i deleve, e shprishim, i thonë, dikush do të me prish, por na e shprishim në këtë formë. Kur ta shprishim leshin, e marrim edhe e fusim në gërhan. Gërhan quhet kjo, Gërhan. gërhan, të janë shumë vjetra, janë me i pa imësisht edhe me dorë, i shese janë shumë vjetra, janë shumë vjeqare. Për arsye se është edhe vetë më te. Kur ta kena shprish leshin, e lënurim. Kjo quhet e lënurja e leshit me gërhan. Pra, me marrë vetëm leshin e mirë. Kurse leshi i keq metet në vetë në këta llon të gërhanëve. Marrim leshin e mirë, nga këta që i kena e lënur, thonë mora lesh pak, edhe hekim vetëm këta të mirë. Kurse ata që jashtë pak me torina, metet vetë aty. Marrim leshin e mirë. Nuk e lejon kjo. Jo, nuk e lejon gërhana. Janë shumë veçanta, janë shumë vjetra.
Edhe ato I keni trashëguar nga familja. E kena shumë vjetra. Nuk i ka kushdo këto. Edhe mas që kena lënur leshin, e pe edhe këtë fije këto, e vem në furk, edhe kjo quhet furk, a shumë e vjetër, ashtë kënë, rëzi kënë ndaj, sa ashtë kënë kja shumë e vjetër, edhe boshti po ashtu I qenisën se u përna me lesh. Janë të bëme me brisk, këtë punimin, a shumë e vjetër. A e din kush e ka punu ata? Me të thënë vërtetën kush e po punë furkën nuk e di. Veç e di se është kene tyret edhe më. Ta që ka baba, doja se di. Është shumë kohë e largët. Shumë e largë, nuk pa të dashur nuk kam. Të bëj ty tjetër. Masin janë e lënur leshi, pra shprish leshi. E lënur leshi, masanaj tjeret në këtë formë. Tjeret për me ban spikun. Për a kapi se keq kapën. Edhe e bajmë penin për me ban spik. Këtë ashtë e këtë për që I kena tjerna. Pra me boshte me furk, këja boshte edhe kja furka, me tjerë dhije, me vetë dhije e punë se di me tjerë. Edhe këtë penin, tash ne bajmë 2 fish për spikun. Sa që janë 16 fije spikun penit, tash të një këta, marrë me dredhim prapë me bosht. Për me bon 2 fish, për me qitë në këtë. Tash 2 fij ka kjo, 2 fij ka në të tana, nga kjo dredhja që I bajmë dredhin e penit kështu, edhe dalin 16 fije penit. 16 fije penit formojnë fijen e spikut. Fijen e spikut. E pastaj ngjyra? Ngjyros në atë kohë është ngjyros me gjithë trashnit, edhe karaboj. Karaboj ka në thonë është kanë si punë guri, a blenë pazar, karaboja quj, emën tjetër si dijas, se di se dilë kusht tjetër, edhe me gjithë frashnet. Në gjithë frashnet, do me thonë një lanë. I frashërit që tjilë. Po, frashërit që është ka gjithë forën e ka kudo. Pra, a marë gjithë I frashnet, edhe është në gjyros, kryesisht në kohë pranveret. Se që? Për arsye se në kohë pranveret, e frashni ka ato lëngjet e veta. Janë, ashtë kënë më I, si ta thëmë, e ka pasë ngjyrën më të mirë, se kur është qitë. Për të dhënë ngjyrën, ndoshta më shumë. Po për ngjyrë është bëjë, për me dhënë ngjyrën e zezë. Kur s'ka pas laun e frashën, a ballë me qaj, a ballë me dronverit, në me thonë kushtet të asaj kohën. Nga I kanë mësu fshatarët në atë kohë këto gjana, apo nga përvoja? Gjithë qka I kanë mësu halët, ose si me ta thënë ty, menimi ty në qa do të bëhet për me qitë të ku duhet. Këtë formë kanë përvoja, kanë marë karabojnë, pa ta nuk është në gjyros për shfaqëru me diqka. Ose me gjithë frashnit, po zona jonë ka pas vetëm gjithë frashnit, edhe bëndë edhe me gjithë verit, po nën e kena pas pak më kushtushme, të se ka, nuk është bëndë na. Cila është pjesa më e vështirë për të punu në gjupletën? Punë më e vështirë është qepja e spikut, bomja e spikut. Po, a? Kjo është baza kryesore që do për gjupletën. Edhe kanë kur bëhet spiku gati, atër kjo puna tjetër nuk ju duket e... A shumë e shtirë, se tashti, jetë që ke veshën ti, që ke vesh ti sot, janë 17 kg gjithsej. Pra krejt veshja. Ashtë shumë... Po ty nuk të njën trupi se I ke 17 kg në supe as kurkon. Se ashtë e veshën prej punë edhe në kyrë, pra ashtë. Tanë vesh janë 17 kg. Edhe nuk është dhe në spiku, kjo është lana kryesore, baza kryesore spiku. Ate na du të me qip, tanë ivat e spikut bashk, për me ba, ivat e në gjubletës, edhe du të me qip atë na këta spiku në këtë formë të në vijat drejta, 15, 20 vija, 20 fila, si me ta thonë ty që da më mash. Pra edhe ka dalë në këtë formë, edhe është qepë nga kjo, on fut prap gjilpana kështo, me për leshit, herat e rektena, me që adhim që me dalë drejt, mos me shtem nuk 4 orin kur e herë. Po që dalin vija gjubletës edhe kështu del vija gjubletës. Me qene perfekt në... Shumë, do të me kenë, do me thënë, është mora jo që jo kenë pak më punëtorja për me qip spikun. Sa keni kërkesa për gjubleta sot? Thatë ma ere që nuk martohen nuset pa ta. Jo. Po, jo, sa keni kërkesa praktikisht? Me ta thënë vërtetën, kena pas kërkesa, kena punua,
Edhe jo, as sa janë kanë kërkesë, as kanë mujt, as në mujt punë, ose i thonë gjubletë, bëjmë i mujnë, bëjmë gjubletë, sot për sot. Që gjysa është e miklima, kupton. Se më vënë baza materiale, se jo se na i bëjmë të tana si që i ka gjubleta, nuk kena dalë jashtë sojna, as nuk do të dalë kur jashtë sojna. Edhe kur e punojmë gjubletën, thëmë, a fu kena ba në i thije penit kun që nuk e ka meritua ajo për me lanë ashtu. Pra bëjmë me shumë kujdes, punoj me vajzën, vajza punon dhe ma mirë së mu tash, se vetë jam plak. Jam shteri, mu si se si. Vajza punon shumë mirë. Më vjen shumë mirë që ka marrë me ba gjubleta. Ka marrë me ba sfikun. I qenë herë më thot me anë thot sfikun për e baj vetës se baj ma kolaj se sa ti. Dhe ta nditën të jullon tyne. Dhe me thonë a shumë punë është tirë, ta nditën e gjatë. Nuk mund është me ba, vetëm 5 ose 6 metra spik. Ka të thaq që kam pas shumë kërkesa, vëllas s'mon e bajsës. Se dënë ko. Dënë ko shumë. Kja është puna me veçantë, është gjaja me veçantë, edhe shko ku dush sot. Edhe ku dush, shko për ti sot spikun se bajnë ku fush. Sa kushton një gjubletë së cilën e punon njërës? Na me të thonë vërtetën, edhe ka valët e ka kushtet për shamull e të ka tëna, unë i kam ba ma lirë se ku kusht. E që si ban kush, po e kam ba Allah, çdo punë tjera i kam ba shumë lirë, me qëllim që të më takojnë 5 letë, bilet takën Të shpërdej. të kështu kam nevoj. Sigurisht. Munin sa shpërblen kush kur. Ase herë. Bilen vjen keq për vajzë se kjo punën, thash vjen që shën 7 gjyrë se dhejnë 5 saati, të punat anë kohën. I herë që a bahet pundoret nuk ja shpërblen kur kush kur kujna. Sidomos të na jo që jo. Por, jena mënu me punu ashtu si duhet, jena mënu me marri lek, sa do pak, më mëjtë me arrëll vetit se jo me ba kush dhe qka. Se këto me kanë një vend tjetër nuk kanë qmim që sharaksit dhe vetë, me ba i gjublet për shamull me 300 euro, ose me ba një komplet si që keti me 800 euro. Janë qmim me që sharake, edhe kujdo që i thëmë, thët ti tale me punën tane. Edhe ashtu ashtë. Dhe ma thënë, nuk e meritojnë roba që të flasë vetë kështu. Vetë kjo për s'ka goj me folë, se sigur kite goj, kite me thënë mos e talë me mua. Po shteti, a keni ndim nga shteti, me qenë se keni bërë gjithë këtë njëm kam pas- juve, është gjubleta dhe në UNESCO. Nim kam pas ka shteti kaq. Më ka nërë se shkeni ardhë sot ju, i kam tanë me ortograf, me firmat ty në ma, ju ku marrë ortografin të tanë që kanë ardhë, ja 18 televizore, që është Gjirokastër, Vlorë, Tiranë, Durrës, e ma këtë Shkodër se këtë zonave tona më si këtë hiqë. Kanë ardhë kanë marrë në intervistë, si me thënë ty në i fjallë që për si banë gjubleta, ose qanë është gjubleta, qanë vijën gjubleta. Po unë nuk kam pas gjatë tjetër, kam pas 8 lautrime, kam pas titullin Neri i Kombit, e kam, po Neri i Kombit mua pa në gjanë, unë kisha dashtë dhe me bom me kënë gjanë. Ju kam kërkolla aty ne, edhe kërkoj prap me kam gullje. Ka shumë gra që pasha besën, më thonë, në hapë më, në shpita në vim me mësua. Në shpita në vim me mësua, s'kam kushte e shpi. Unë kam lo me kozhinë e këta, je ka që më duhet për punë. Po të thëmë seriosisht, ka arrit do gra të muqme, edhe me kanë gati sa vete, më kanë thonë, na i qesim lek, na, i qesim lek, veç me na mësua, me punua. Po pra si lloj kurseve për mësimin e punimit të gjubletave. Po, Kanë kërkuar gratë po vetë pashta zotën. Vetë ato kanë lyp. nga bashkia. Ja, nuk kam në i përkrahje nga bashkia. A keni kërkuar? Unë zdi kuj mja kërku se më duke të dhe si që sharake. Isha në mozom që, se do me kone e lirë, që ta që, kur ka nërë me bo për vjetorin e mozomi Shkodrës, më kanë marrë me robat e mija, për arsye se mozomi Shkodrës nuk i ka. Këto, Këtë veshë nuk e ka Jo. Muzeu i Shkodrës. jo, mundet Si me është e pas, lundur? mundet me pas pjesë të gjubletës, për të kompletu me këtë jo. E ka, për shembull, gjubletën, ka çarap, ka postavën, po jo të tanë. Sa i pa në gjublet nuk është mozumi. I ka, kishte një puks, kishte një malësis, kishte një tropojane, që i pa shmërapa në tërë, po kështu veshje majtësore të kompletu me jo. Pse nuk keni kërku ndihmë për këto kushte që të paktën
këto sigurojnë kushtet që ju të mbani kurse me që ka Me ta thënë, njerëz që interesohen gra. me ta thënë tamam të vërtetën, pa egzagerim, më ka ardha diqa si marra, si me thënë ty, si keqa, me shku mu hap, tash hajtë se din me bon gjubleta edhe pse për na vjen. Kur isha te Mozomi, mba pa të premtua një nën kryetari i bashkisë këtu, s'ka problem emni, tha do të më shtes, do të bisedojmë, do të më shtes si punë. Po unë me ta thënë vërtetën s'kam pa panas, se më ka thënë kur gjo, as një intervista më kanë marrë, por që më duhet mua intervista, ti ishe kushtet për shembull që i kam këtu. Në tavolinë që i habuk, mas që i pasrejt tavolinë që i habuk, unë me pres rrobat nda. Se kështu më duhet, thonë nuk baj vetëm gjubletën. Baj tirësit e burrave, të më krahinave që mërë puk, tërpoj, duka gjenë malsi i molle. Baj fmish, baj hilallat shkodran, ta na i kam këtu se jo pse i flas me goj. Dhe me thonë që punë baj shumë, Dhe jetoni me qëra. jetoj në shtëpi me qira, s'kam vetëm burrin dhe janë vajzë të martume, vajza më ka 3 fëmijë, ka hallet e problemet e veta. E falenderoj edhe këta që vjen me puno këtu. Kjo më shumë vjen për hatri teme, hajt. Me një mua tash se jo unë këta, po kjo mua. Një të punojmë një të kushte që po i sheh. Po në festivalet folklorike që mban gjithandej, që ka ansamble që i veshin këto rroba, a jeni ftuar, a ju kërkohen që t'i bëni ekstra për ato festivale, ma marrin me qëra, po si shkon puna? Kena një që ka pas budget e jo se jo, pra ka pas lekun, edhe unë ja kam shit 3 gjubleta asajna. I kam shit për halë, se ta kisha ditë se ku shkojnë, në fund, isha dale lyprat, dhe kësi kisha shit. Ajo ka pas lekun dhe i ka grumbullu gjubleta. Pra i ka janë, nuk e di sa ka, 2-13 gjubleta që i ka ble, edhe sot Nga ju vetëm 3 ka blen. veç nga unë ka ble 3, plus kuj pa mor tjera. Edhe ajo sot e quen vetin djeberse. Para ma me ba me i gjyllë po nuk din. Nuk din të shkojnë kur donë, ta marë punimin si që barhon punimin në dorë, edhe me thani kështu punohet. Jo me fjalë, nuk kam as gja najrë. Unë e kam çdo gja praktike. Kam çdo gja qa flas, e kam krejt originale. Nuk thëmë se e baj gjubletën edhe me pas punëtore me baj gjubletën, jo. Gjubletën prej në fillimin majim, dhe sa të mërojnë të veshin dikush, e baj vetë. Me gjithë vajzë, edhe vajza më ta të shori vajza, Sa vëllai sa të ndihmon. Shumë mirë që e fetra shëmbull të zanat edhe të vajza. me të thënë vërtetën jam shumë e kënaqur, se na jena sot për nesër, ne kena ditë të numrume, tash se me kena 73 vjeç, dhe ma thonë, Jetë gjatë, ti faleminderit qintat. Faleminderit shumë po. A ka të reja që interesohen për punimin e gjubletave, apo nuk ju duket interesante? Ka edhe shumë që i interesohen, Ka ka edhe është lajmë shumë i mirë. ka edhe që i blejnë, edhe i interesohen shumë. Unë kam jam 4-5 veta që bile thonë, se jo pa ta thonë, po më pështet bashkia. I rejta këto shoqet e mija, se ma la fjallën ajo, që do të mbështes. Edhe ta shtet, Ju e keni treguar të vërtetën, fakt. edhe unë ju thash që po thonë kjo e bashkis, që do të mbështes. Edhe në qofë se ajo, mjep në i ven, ose në i pag, thonë bosh, do të me kanë budal krejt me dalë, edhe ju thash këty në shoqe, tash për ditën thonë, kur po ne hap kursin. Po shku më thonë, që veç kam më morë me ti telefon kur të hapë kursi, se nuk më kanë në një premtim tjetër. Marë pjesën në panajire, kam pas çmimin parë në krejt Shqipërinë, por nuk më duhen gjatë çmimet. Letra e falënderime, e flet ladrime kam qysh në Bosnje, që kena kanë 2016, kam marrë çmimin dytë në Bosnje. Kena kanë Kanë qenë gara, apo ti? janë kanë shoqata artizanate të Shqipërisë, kena kanë ja 60 vjet, prej tanë Shqipënijet, me ta thënë vërtetën ma ka njoft punë shumë. Jo në kush, por çdo kush ma ka njoft punën. Po mjojnë pak se file. Si punën që i baj, tanë ma ka njoft e reklamojnë, kanë qef me po, kanë qef me vesh si ke vesh tije.
Ka sa du që vinë me ban foto për qefi, do ja bajt të shtëpia, çka kam me ban. Do me thënë... Do me thënë, mo mi ishte nevojit një vend punët. Një vend punët, Ose në një vend lokal, ku aty mund të punoni me shumë gratë të tjera. ose ka që ka, marrje kur neve gjubleta. Jo pse ka marrë kot, se kja është 4.000 vjeqare, na zdi me folë për gjubletën. Unë zdi me folë për gjubletën dhe jam leze djeper se gjubletës, po jam mbajt se gjubletës. Dhe me thënë jam martu me gjublet, unë pasha zotën ka arrit, se bashin aksion, kooperativa bujësore në atë ko ka arrit me mih me gjublet. Dhe me thënë me mih, kolomëq me gjublet, për qef. Për qef e ashtu ka kërë puna. Pra, jo pëse jam djeber, se po jam edhe mbajt se gjubletës. Kam marrë shumë aktivitete në kongrese, në konferenце, në çdo aktivitet zone që janë 13 katune si që fola. Kam shkuar veshur në gjoblet për arsye se jam duk shumë e bukur. Edhe pse s'jam kënë. Po, a keni pas ftesa në vendet të tjera të Evropës apo të Ballkanit, se me që e përmendet Bosnjan? Kam kënë na kanë qurë në Panajir, edhe në Bosnje kam shkuar përmes shoqatës Ulqinit. U regjistrova në shoqatën e artizanatit të Ulqinit. U regjistrova dhe në Gjirokastrës, shoqata artizanale e Gjirokastrës, atër isha regjistruar në 3 shoqata. Edhe të Ulqinit, edhe Gjirokastrës, edhe të Shkodrës. Shkodrës vazhdimisht. Po, në fakt, mua quëm ka shoqata e Ulqinit. Pse këto nuk marrin pjesë, apo... Na kena shkuar, do me thënë, Shqipëria na ka qenë, po flas për Panajiret. Po. Unë kam kënë 2 në Prishtinë, kam kënë Ohër, në Strug, në Tetov, Gostivar, Shkup me Panajiret. Pra, do me thënë në viset shqiptare. Po, në viset shqiptare, po. Kurse në Bosnjë na ka qenë shoqata e Ulqinit. Atje ku mlladh në çmend 2. Zonja File e përmendet sa herë zonën e Kelmendit. A ndryshon gjubleta të zonat e tjera? Gjubleta e Malësisë Madhe, se quhet Malësia e Madhe. Ka pak ndryshim me gjubletën e Dukagjinit. Dukagjini nuk ja ka atë vijin e bardhë mrapan, por e ka të zezë gjithkund, gjubleta e Dukagjinit. Gjubleta e Puksa shumë ma shkurt se sa jona. Ashtë pjesa përpara një delmigjoj e Puks. Po. Pra ka ndryshim me gjubletën tonë. Ka që ka ndryshimi shkurta. Kurse gjubleta e Tropojës ka kanë shumë më ngusht, ka kanë shumë më vogël, po ka pas qenisina me dorë. Ma shumë. Do me thënë kjo që e kam Kjo është veshur dallimi. unë, Kjo është gjubleta e Malësisë Madhe, po asnjë ndryshim. siç ka qenë Ma përpara. gjithmonë. Kjo është edhe vetë gjubleta që është e ma përpara. Është vetë origjinalja, kjo gjithçka flet vetë. Përveç 3 llojeve të gjubletave që i përmendet në fillim, e keni ruajtur dhe gjubletën për Vdekje. Po. Dhe keni thënë që edhe nëna dhe stërgjyshja juaj janë varrosur me gjubletë. Me gjubleta. Qysh se janë martua, ajo ka këne dame veç, gjubleta për vdekje. Pra i kanë thonë, ruhet gjubleta për kur desim. Edhe ashtruit me tana ato gjanat që i kanë takur gjublet, se dhe ashtruit gjithmonë në vesh për dek. Ajo sa vesh kur e herë vesh me rujt për dek. Edhe kur kanë dek, i kanë vesh me gjublet, edhe janë varros me gjublet. Sa varros edhe nana e me nëndaje, nga sa dush, pa numër ta, që janë varros me gjublet. Çfarë dallimi kishte gjubleta që ruhet për vdekjen me këto të tjera? Nuk ka kena që mirë, sa gjubleta e mirë që ke dalë nëse me ta. A ka qenë e qëndisur? Po me tëna në dizenjit, tëna në barabar, jo me serme, me gjona, me dikush edhe me serme ka hinë dhe. Pra me serme jo thonë hajmalijave të këtyne, në gjerdanave të këta qike edhe tisa. Dhe më ke thënë që nëna dukej më e bukur Shumë me ma e gjublet e vdekur. Shumë ma e bukur se sa na. Ajo i të vdekur, në arkivëllin na ishim gjallë rrët, pa jashtë duke shumë ma e bukur. Sot nuk është kjo tradit në ato zonë. Po, Po, edhe Po. sot? kam hallën e lojës, që unë ja lypi gjubletën për dit, ajo thot të du për dek, nuk e di sa vje që është ajo, 88 vjeç. 88 vjeç. Po, edhe ka gjublet dhe ru për dek. Do, sa du që i rujnë edhe për dek edhe prapë sot. Edhe Por po flas halla e burrit, që është 88 vjeç, ajo e ru për dek edhe ka edhe ma jep më i mua gjublet, se ty po të veshim kostumet, bëjmë bukur, godisim bukur, jo, thotë ndu sa gjubleta për që ka vimit për dek.
Dhe më thënë janë edhe ende të lidhura emocionalisht me gjubletën, sa që dhe në botën tjetër duan të shkojnë me ta. Me gjublet, po. Qyrë se janë martu, është kanë nda me veç ajo që nuk është vesh kur për gjallë. Po, pra. Për shembull i ka qitë gjubletat, po se ka vesh ato kur. Sa kanë gjubleta e dekjes, nuk ka... E destinu me që nuk ka bo, nuk është kënë mira, si me thonë, me vesh robën që është dasht me dek me ta. Jo me vesh për gjallë. Ajo do më thonë është bërë kur është bërë qezi ose paja që i ka dhënë, edhe ajo është bërë veçantë që... Unë të rrujt trashëgimin e tynet, edhe me fjallë, e jo me vepra, ajo nana e me për shamu ka rrujt gjubletën, për me hinë dhe me ta, për me de. Për desin me vesh gjubletën. Edhe unë ka 3-4 vjetë që i kam ble kostumin për kur des. Vajza thot pa ta Diego, pa ta Teresa, jo, aty të rri. Kur të vdes vetë, e kam zgjell për qef, e kam zgjell ashtu si kam dasht vetë, edhe me vesh. Është krenari për neve gjithve që gjubletën sot e kemi në UNESCO, para pak ditë është edhe lahuta është pranuar, më tha që burri juaj nduhet, i bie lahutës. Po, i bjen lahut. Si unë djetë që edhe lahuta pas gjubletës u pranua në UNESCO, me ta thënë vërtet kur na e morë me vesh që Serbia pe qënë në UNESCO në na ka shumë keq. Per arsyes edhe emnin e ka lahuta e malsis male. Nuk ka emën tjetër kjo. Vetëm lahuta e malsis male. Nga malsia e madhe. Dhe me thamë që kjo është e malsis male lahuta, nuk është e jugut. Kishë me ditë me thamë lahuta e Vlorës, ose lahuta e Serbëve. Po këta, edhe që u mundon me që në UNESCO, këta të tonë janë kënë shqiptarë që ka shkoj ka zanë puna atje, se i ka ra lahuts, edhe i kanë këtër nga Shqip, serbisht. Edhe deshti zoti edhe këta e nalë me këtena, edhe shkoj në UNESCO, dhe është lahuta malsis male, e malsorvet, është lahuta nda që kanë kënua, nda që kanë qa me ta. Me lahut, pra kanë kënua, kanë gëvaj, kanë kënua dhe kanë tjera. Por kanë dashnijës janë kënua kur në lahut. Zonja File, kur jemi takuar gjatë verës në Velipoj, në plazh, më keni thënë se origjinën e keni nga Klina dhe se e keni një histori të dhimbshme. A mund na tregoni se e quani të dhimbshme? Për sa e di vet, edhe si kanë thënë të partë tanë, unë po e flas. Edhe është dërgjar realitet. Aty ku jetoj vet, ka një burim ujt. Dhe me thënë ka shumë uj, kohëna kur bjen shina e gjana, kur ka mot ma tepër. Edhe aty ku del ujt, ka qit ujt një postav. Postav quhet kjo që i keti veshën në brez. Kjo? Kjo brezimal. Quhet postav. Edhe ka qit ujt atë postav. Tashti këta, i kanë vetë gratë e tyne, keni dalë me laju, teshat e kuborën ujt, jo, i ka thonë, nësë është e jona. Tashti këta, për me kanë dvet dishëm, ka vjen ujt, kanë thënë dumë me dalë në përmale me pyet ku janë gjubleta. Pra e kanë marë, si me thënë, në drejtim, se ta s'kanë dalë majet me dvet, e ku janë gjubleta, se ata ujt ka kanë poshtë. Gjithse si kanë ecë për mas dijes tyne, edhe gjubleta, ajo postava ka shkua e ka gjithë zojen e shpis në Klinë. Pra, ajo gruja sa i shpijet, kanë thonë, është postava e filanës, si me thonë është postava e files. Ajo gruja ka kanë prej Klinët, jashtë mytën uj, edhe ata ujtash, ka është si edhe ordë, nuk e dim veç burën të na. Edhe aty tash, ku jam le rrit vetë, dhe që jam martua, qëtë Klinë, la gja Klinë, na kanë thirë gjithmonë në frasin pra, dhe me thonë, na ka met prej postave. Prej postave? Prej postave, na ka met edhe emni lagjës. Lagje vogël, për gjithsesi Klinë. Ka që një huri kam vetë për ta, se nuk ditë, se është me 100 vjetë kjo punë, është shumë ka herë, se na jena autoktonë, aty nuk jem të ardhën, kur kanë, na jena ka të partë. Si e përshkruan lidhjen tuaj me punimin e gjubletës, lidhjen tuaj emocionale? Unë me ta thënë vërtetën, kur punojmë gjubleta, arritu i këshyrë, dilen në qofë se nuk harrove, kur je niti për shkollash, të thash që kur jasha di ku i veshon, nihem
jo krenare, po super krenare, se thëmë hafu është e emja kjo. E një i vedin shumë të knaqën, që i kam, e i kena ruj, por jam prapë dhe me knaqën që di dhe me i bo. Pavarësisht se puna eme nuk është vlerësua, më duket se jam shumë shkelun për sa i përket Gjublicë. Kanë marrë projekte, kanë marrë fonde. Dhe ju jeni anashkaluar. Unë jam jashtë çdo listet, thonë nuk flas gjona që nuk janë, unë flas, jam realiste shumë. Unë 5 lek me palan dikush, ja kisha ditë për nere, kisha thanë, mi ka dhanë një tot 5 euro, e falënderoj shumë. Për sa i përket Gjublicë, po, më duket se jam e zhvlerësume për punën që vaj. Unë nuk do me më vlerësu mua si file, po mos ma shkelin këtë. Po pas është një diçka konkrete. Po, unë dhe thash qysh në fillim, jo pse flasnaj. Unë çdo gjë kam bazën kryesore, kam bazën materiale, kam tipo më shevet, tu qep në gjete. Po. Dhe me thanë që unë nuk e flas vesh me gojë, po i bajmë me dorë, me mund të tana. Me shumë mund. Dhe me ta thanë të vërtetën, rrim natën të ne e rerë, unë për vedin po, rri natën qumë, punoj dhe një orë të vona, dhe 11-12 sati. Ka shumë një që burja më veta i ullë me ra sot apak. Rri deri vonë, quëm 3-4, kur kam nëj punë për shpejt. Ose rritu me no diçka që nuk e kena ba la qa mund na me shtu diçka, ose me ba ma originale, që mos të ketë në të metat e saj. Zonja File, si e shihni të ardhmën e Gjubletës, duke pa realitetin e sotëm dhe me këtë mos vlerësim që ju e quani nga institucionet e shtetit? Prej lezhet ka arë një zume shqitmen, po ka arë sa do mësotha si pritet Gjubleta, edhe si bahet Gjubleta. I thash ti ke arë me nej 2 orë me mua, po me të thonë si bahet Gjubleta, kja është i gjallë me folë. Dënë shumë ditë. Shumë ditë. Dënë shumë ditë. Pra nda janë të nevojshme kurset, pra që janë të interesuar. Me ta thënë vërtetën, unë tha që jam shumë e plakun, por kishte kanë mirë. Masi, ashtë e njoftën Gjubleta, ka kanë e njoftën, se jo pse ka njoftë, se kudo që shkojnë kjo Gjubleta më si smalle, a mi 4.000 vjeqare. Lahuta Gjubleta kanë zonë vend dveçantë, pa shku në UNESCO. Pra janë kanë, me lahute me Gjubletë të janë kanë të parat. Në kudo. Edhe tash që ka shkollën në UNESCO, është të mrojtën, është gjënaf që ta shpërderojmë na. Se unë në që i vetin shpërderuse Gjubletës, jo di e berse, për shpërderuse Gjubletës, mas që nuk është kurkush vetëm vetë që i punoj. Edhe besa, ta thash, nuk e thëmë me zgjatë mua vetin, por më kanë vetëm vesin për ditë gratë e vajzat, kur po e hap kursin, se du mu registrua. Edhe ato vajzat që kanë kërkes, dvinë të mësojnë Gjubletën, unë jam sot për nesër. I kam ditë të numrume se jam 73 vjeqe, edhe dhe me thonë që pse mos ta dinë edhe ato. Tu kanë na që na nuk i mshehim gjakujna, për sa dim na vetë. Dhe me thonë jena shumë aktive që të mësojnë tjërë. Unë jam ta duar. Kaqme për të mësuar edhe të tjera, por ju nevojitet një dhe me ambient. thonë ta shumë aktive, për arsye se nuk kisha llogarit moshën që kam, po do isha për shtat aty në vajzave të reja, ose grave që kishin ardhur me mësua për Gjubletën. Çfarë mesazhi keni për vajzat e reja dhe gratë për ruajtjen e këtij zanati? Unë kam një mesazh të veçantë. Kush i ka, t'i ruajnë me shumë kujdes. Për arsye se nanat e zyshet e tyne nuk jetojnë, edhe ato që jetojnë nuk janë të i ba. Më vjen shumë mirë që muni i zysheve tona, ose stërgjysheve tona, edhe nanave tona, mos jo ikin ka. Kisha dasht, që ti shoh, vajzat edhe gratë të punua. Është një punë e veçantë, është një punë e rujtur. Edhe do shkojnë këtë. Kur nuk e trashëgon kush, kjo shkon këtë. Ashtu është, po gjithsesi e keni trashëguar dhe të vajza jote, kështu që është shumë e madhe. Vajza punon me mua,
i din Gjitha. rrezik, të tana i din edhe për në dhe ma mirë se unë, se kjo është e re, jo si re. E punën me shumë kujdes. Me kanë që nuk është tonë, dhe ta përshnes zëmërsisht. Zonja Pile, të falenderoj shumë edhe njerë, a do të kishe për të shtuar diçka në fund të kësaj bisede dhe të falenderojmë shumë për kohën Ju që na falenderoj prite në shtëpi për gjithçka. Ju Të falenderoj dhe për veshjen që ma veshët, se nuk e kisha imagjinuar ndonjëherë që do ta veshin një xhublet 280 vjeçar. Ashtë shumë e veçantë, e sheh edhe vetë, ashtë diçka shumë e veçantë dhe shumë e rujtun, edhe unë do të ruj me shumë kujdes, po ma mërmenja që edhe vajzat do të ruj me kujdes. Patjetër, sigurisht. Ashtë shumë e veçantë. Diçka për fund të bisedës së sotme? A keni për të shtuar diçka Unë ose kam ndonjë për shtuar- pyetje që është dashur ta bëj? Një jem dhe nuk shumë ta me bëj? shumë mirë, se për flas tamam si flasim në malësor, leqi e favorizume, që bëhat kjo bisede dhe herë për xhubletën, se ata ja ka një shumë ka herë, po ashtë lanë mazdoret krejt. Ju falenderoj shumë, keni bërë rrugë gjatë, me marrë këtë intervist të puna eme. Unë këtë zë të harroj kur, ju falenderoj shumë, që puna jeme, ose jo puna jeme, po flasë për xhubletën, xhubleta shkoj dhe të ju tani një dhe ju aq më tepër. Shumë faleminderit, ju përshëndes ju dhe familjet tuaja, që e keni marrë munin për marrë deri këtu. Të falenderojmë edhe ne ty shumë, të urojmë shëndet dhe të kesh shëndetin të punosh edhe më tutje sa më shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë të faleminderit edhe ju.